Protesta qytetare për çështjen e Zvërnecit për kryetarin e Partisë Demokratike kanë frikësuar kryeministrin Edi Rama. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Sali Berisha pretendoi se kreu i qeverisë po përdor institucionet e varësisë për të stopuar tobimet. Angazhimi total të policisë kriminale që është më kriminale se çdo bandë tjetër, të shërbimit informativ kombëtar që bashkëndon të gjitha praktikat me Beogradin, ka mobilizuar mijëra rrugtar, punojës të administratës shtetërore në krijimin e llogarive falso në mediat sociale, në rrjetet sociale, për të demonizuar protestën dhe protestuesit. Thirrjet e protestuesve kundër tij dhe Partisë Demokratike, kryedemokrati cilësoi si manovra të socialistëve për të dalë kundër opozitës. Zero ndikim nga slogani i ekstremistëve të majtë apo opozitarëve të opozicës, Berisha në burg PD e shitur, asnjë ndikim. Zero. Akuza hodhi dhe mbi punimet e reformës territoriale, që sipas Berishës janë një manovër e qeverisë që synon shpopullimin e vendit. Ramaduro ndërpret procesin, kur e pa se mbështetja për finalizim në reformë mbi bazën e parimeve të drejta në interes të qytetarëve po ecën. Më pas, mbledhja e grupit të PD vijoi me dyert të mbyllura për të diskutuar aksionin opozitar në parlament.